Përshëndetje gjithëve dhe mirë se u gjej, të dashur miq, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Dhe le të kalojmë tani tek tema tjetër që vjen në programin tonë, që do të trajtojmë në fakt me të ftuarit tanë. Jemi referuar një shkrimi i cili praktikisht në një nga mediat shqiptare, i cili flet për çështjen e situatës së imobiliareve praktikisht në vendin tonë tani që flasim, dhe pyetja është pikërisht kjo: a ia vlen të blesh një apartament për ta dhënë me qira? Sot që flasim, pra si dalin llogaritë në momentin që ti blen një apartament për bërë një investim, jo vetëm për jetën tënde, por dëshiron që paratë e kursyera ti kthesh në një pronë të patundshme në mënyrë që ajo të gjenerojë para të tjera. Si funksionon në fakt edhe sa është me leverdi në momentin që flasim, do t'i zbulojmë edhe do t'i diskutojmë pas pak me të ftuarit tanë, kështu që dua të pres të parin që vjen, ai është agent imobiliar Dritan Ballgjini. E presim në studio. Dritan. Mirë se erdhe Dritan, Century 21. Mirë se erdhe, falenderoj që je këtu, të ftoj të ulesh. Presim një tjetër agent imobiliar i cili vjen në studion tonë, Armand Shkëmbje. Presim. Armand, mirë se erdhe, falenderoj që je këtu, të ftoj të reatoresh në studio, dhe aktiviste drejtuese e një organizate Vision OJF, kemi thënë gjithmonë, por që sot vjen si një qytetar, dhe ndoshta nuk e dim, do ta pyesim nëse ka plan të bëjë një investim të kësaj natyre. Suela Koçibelli, një Suela, si e ke syrin? Po pra, atë po mendoj. Mirë do ishte, duhet shikuar, ka gjithmonë momente që njeriu merr vendime të mëdha dhe patjetër që investimi në prona dhe imobiliare është investim i madh. Duhet menduar, patjetër, por që duhet shfrytzuar dhe momentet e rëndësishme. Unë mendoj që po, në cilat sugjerohet të bëjnë investime, apo jo, dhe duket se Shqipëria është ende në një kohë të mirë për gjëra të tilla. Si mendoj që po, mendoj që patjetër ka momente tregu që është interesant, por shpeshherë ne në Shqipëri kemi momente individuale, pra zihet dikush në hall dhe ti e merr mirë pronën në atë moment, kështu që edhe këto duhen shfrytzuar për të investuar në prona. Okej, bukur. Të falenderoj që të ftoj të ulesh. Ne do të kemi edhe një lidhje në fakt me një tjetër agjende imobiliare. Nuk e kishim në Shqipëri. Unë mendoja që kishte vendosur të bënte pushimet andej nga zonat e jugut, ku ajo, për cilat ajo flet me shumë pasion dhe që në fakt janë një bukuri e rrallë jona e Shqipërisë, dhe pa diskutim vlerat e pronave atje janë rritur shumë, por e kemi në këto momente? Ja tek e kemi Ermelinda Shtiza, e cila na flet nga ku je Ermelinda, na e zbulo. Prisja të gjë në Shqipëri, po ku ke vajtur me pushime? Faktikisht nuk kam marrë të tamam për pushime, se kam marrë të efektiv pune, ndodhem në Mikonos, në Gojqirë. Je në Mikonos. Po shumë mirë atëherë. Mund të na bësh edhe një krahasim tani ti, edhe me situatën atje, si duken ato dhe si mund ta krahasosh ti me jugun tonë, sepse në çdo vit më shumë jemi shumë konkurrues, apo jo? Tjetër, me gjithë pojdetin e Shqipërisë, që fatkisisht duhet folur dhe duhet informuar sa do bak edhe investitori më thjesht dhe investitori më luxury, ku bulon pjesën më të madhe Mikonosit, ku jam unë këtu që kam shumë vite që nga 1960, janë shumë paranes të zhvilluar në turizëm. Ama tani është momenti tek ne, është një moment i artë i parë nga këndvështrimi i një sipërmarrësi, një biznesmeni që kërkon të investoj. Kështu që do t'jemi me ty pas pak. Armelinda, të falenderoj që je në këtë lidhje me ne. Dhe dua të nis me një grup intervistash që kemi përgatitur, Vox Pope, me qytetarë të ndryshëm në lidhje me çështjen që kemi zgjedhur sot të flasim. Nëse do të investonin në blerjen e një apartamenti apo të një shtëpie për veten e tyre, dhe nëse do t'ja vlente apo jo, nëse do ta shikonin atë si një investim dhe si një biznes i mirëfillt. Le të ndjekim përgjigjet e tyre. Aktualisht jetoni me qira apo jeni në shtëpinë tuaj? Unë jam e martuar dhe kam gjetur tek im shoq të blerë. Aq kam ndërmend ta ndroj se kam 2 fëmijë, kam akoma në dhomën time, po s'kemi mundësi. Do të flej në kuzhinë detyrimisht, siç kemi flet ne dikur në kohë të xhaxhit. Nuk e mendoni pjesën e kredisë apo ndonjë forme tjetër? Jo, shumë e lartë. Sinqerisht, me rrogat që kemi nuk e përballojmë dot kredin. Unë me kredi vitesh. E kuptoj, me kredi apo? Kredi. Si është dukur pjesa e çmimeve, gjërave, kur ish? Jeni në vendëritje, gjithmonë, domethënë, po bëhet pak e papërballosme jetesa në Tiranë. Do mundohem. Në shtëpinë time. Jam me familjar. Pjesa për të dalë më vete është opsion. Normalisht se vje i moshë edhe do dalësh, por me që po shoh vështirë është për dalë. Si pjesa me kredi, si pjesa me qira, aty është. Paktën të kredia pagun këstin, po është një kës më pak shtëpia jote.
vin nga lagë, vin nga veriut, po që më përputë mundësit, edhe mund të blej, pse jo. Jetoni në Tiranë me qëra aktualisht? Aktualisht me qëra jetoj. Po nëse do e kishë si alternativë për ta bler tani afër, do shikoni se mundësi kredin, apo ndonjë mundësi tjetër, si e mendoni? Po bazojmë edhe të puna, ma shumë të bazojmë të kredia, se paga që jenë Shqipëri janë shumë të vogla, nuk përputhen me mundësit me e ble. Unë nuk jetoj këtu në Shqipëri, jetoj në Gjermani, po me qëra. Për të kthyer në Shqipëri e kam menduar, po jo se do kthem për gjithmonë, po normal që kemi dëshirë të blejmë një apartament dhe të jetojmë këtu kur na vi mosha e tretë, si e thojnë. Keni parë aktualisht dhe si e keni menduar me kredi, apo? Për momentin kemi parë, për momentin janë qik shtrenjtë, po jo me kredi, dua ta blej direkt në dorë. Po duke parë, domethënë, çmimet që janë aktualisht në Tiranë, mendoj se është shumë e vështirë, domethënë, që të marrë shtëpi pa marrë kredi ose me lekët e tuaj që ke mbledh gjatë kohës që ke punuar e kështu. Mos ma përmend punën e shtëpisë, se për shtëpi kam marrë, unë jetoj në Itali. Kam ikë që në 93-shin kam blej një shtëpi vërtet këtu në Grop, dhe këtu është një tmerr i papar. Edhe pse e blej në Grop, ke frikë të rish shtëpi tënde. E keni bler ju? Unë e kam bler edhe nuk e nxjerr dot certifikatën e pronësisë. Po si e keni bler? E kam bler në Grop. Si e keni bler me lekë, me kredi? Me kredi. Problemet janë nga më të ndryshmet, apo jo? Njëri thot nuk ka mundësi të paguaj kredin. Zonja s'kishte mundësi të merrte hipotekën dhe kush e di se çfarë arsye ndodh kjo gjë, apo jo? Se mund të jetë ndërtuesi ose varet se mund të jetë situatë. Ka shumë pallate në këto zonat periferike të Tiranës që nuk ju ka dalë akoma certifikata e pronësisë. Pra banorët i kanë bler në ndërtime sipër me kontratë porosie. Ata mund të kanë mbaruar, kanë vite që banojnë, 10, 15, 20 vite. Pse nuk e marrin dot në këtë rast? Mund të kenë dalë ndërtuesit nga projekti, ndoshta kanë probleme me pronarin e tokës dhe nuk kanë nxjerrë certifikatat e pronësisë. Dhe si zgjidhin se këto që ndërtuesit me legalizim. Me legalizim. 51% e banorëve aplikojnë për legalizimin e pallatit dhe fillojnë dalin certifikatat e pronësisë. Më mirë një shtëpi me kredi apo të jetosh me qira Dritan? Kjo është një pyetje që ka shumë diskutim dhe në këndvështrime ndryshme ti mund të mendosh, a duhet rri me qira apo duhet marrësh një shtëpi. Shumica e njerëzve në këtë gjë e bëjnë në bazë të asaj që quhet sa mundësi kanë për ta blerë. Kështu që nëse një çift i ri, nëse një çift që është mbi 25 vjeç, fillon dhe të mendoj për blerë një shtëpi, do t'i duhet 5-6 vjet derisa të maturohet për ta blerë këtë shtëpi dhe për të drejtuar bankës për ta blerë. Tani, kjo është faza, kjo është çështja e parë. Do t'i duhet 5-6 vite? Do t'i duhet 5-6 vite për t'u maturuar. Pse? Çfarë më thon për t'u maturuar? Sepse praktikisht sot bankat në Shqipëri nuk të ofrojnë 100% kredi. Bankat në Shqipëri sot ofrojnë 80% të kredisë. Sepse ky ishte vendimi i bankës së Shqipërisë ka qenë gjithmonë. Ka qenë më herë? Ka qenë gjithmonë. Atëherë, ka qenë gjithmonë. Jo në çdo moment, bankat kanë ofruar 100% kredi. Në shumicën e rasteve bankat kanë ofruar 80% kredisë, por kolaterali që duhet liej në bankë duhet ishte 120%. Kështu që Banka e Shqipërisë sot, se keni dëgjuar shumë, domethënë Banka e Shqipërisë sot çfarë ka bërë? Ka bërë të ligjërueshme atë çfarë bankat e nivelit 2 duhet japin. Pra 75% deri në 80% të kredisë. Që gjithmonë kështu ka qenë në shumicën e rasteve. Vetëm në promocione të ndryshme bankat japin 100% kredisë. Kështu që pa procesin e kursimit të një çifti të ri ose të një familje kushdo që ti. Pra kursimi pra pa krijuar atë shumën e parë, 20% të vlerës. Minimalisht 20% të vlerës. Pra ta kesh atë së pari që mund të marrësh një kredi. Minimalisht mund të marrësh, pastaj mund të marrësh një kredi dhe mund të kesh shtëpinë tënde, e cila afatet e kredisë pastaj i vendos në bazë të mundësisë që ti ke për të paguar në muaj. Bankat në këtë moment janë fleksibël për të dhënë kredi dhe për të miratuar kredin në situatat ndryshme. Sot për sot, vetmja gjë që pengon kredin është mungesa e hipotekave në disa nga apartamentet. Kjo e mungon, nuk e lën dol kolateral. Por gjithsesi, duke parë që imazhin, duke parë në zhvillimin e fundit të gjithë Tiranës dhe gjithë Shqipërisë sot, edhe bankat tani po drejtohen drejt kontratave të porosisë. Pra çfarë janë kontratat e porosisë? Kontratat e porosisë janë mundësi për fillimin e një blerje dhe ato automatikisht në bashkëpunim me ndërtuesin
krijoj një kolateral për të ardhur në ndihmë qytetarëve për blerë një pronë. E qartë. Suela, çfarë të pengon ty për të vendosur për blerë një apartament apo një shtëpi, nëse do ta doje? Si mendon? Kuptoj. Jo, patjetër, pra edhe unë jam qiramarse. Qiramarse jam edhe në fazën ndoshta për të ndërtuar, për të pasur një godinë të ndërtuar që ka proceset të tjera. Megjithatë, e kam provuar dhe eksperiencën e blerjes së shtëpisë, shitjes së saj mbas tërmetit, goditët që pësuam të gjithë, pra ndodhi aty dhe ne nxorëm dhe e shitëm. Edhe eksperiencën e kredisë, që vazhdo me gjithë shtëpia është shitur, ne prapë vazhdo me paguajmë kredi, pra kredia është diçka që të mbetet me vete. Tani, patjetër që nëse ti merr një vendim të tillë dhe unë e them, marrja një kredie, sidomos për një banesë, e cila sot unë mendoj që në një zonë periferike të Tiranës nuk gjendet më pak se 150.000 euro, pra është një kredi që duhet të shoqërohet për një 20 vite, në mos edhe më shumë. Pra është një vendim i madh. Por a është vendim që duhet të merret? Patjetër që pastaj secili nga ne balancon pak a shumë ku jemi, me qëndrueshmërinë financiare, ai maturimi 5-6 vite, dikujt i duhen edhe 10 vite, ti e përshon se sa mund t'ja dalësh. Tani nga ana tjetër, edhe nëse paguan qira, patjetër qiraja është kosto. Kështu që besoj që në shumë raste qytetet e reja, ose edhe unë, kur ulemi dhe bëjmë llogarit, shohim që po themi kosti i kredisë del aty me qiran. Dhe pastaj kjo është një llogari që është e thjeshtë për të bërë, për sa kohë unë duhet paguaj këtë vlerë qiraje dhe pak a shumë kaq model kredia, në parim ti merr një pronë e cila është aty dhe do i shtohet vlera. Do me thënë tendenca dallon, dhe po themi tregu ka treguar në vitet e fundit që është dyfishuar ose trefishuar vlera e pronave në shumë zona të Tiranës. Kështu që automatikisht ajo vlerë investuar, ti jo vetëm ke paguar qiran tënde, të shtëpisë tënde, por në fund fare ke edhe atë kolateralin që ose e përdor për palë të treta, ose e përdor për ta gjetur prapë gjithsesi. Do që ta bësh llogari, është më e qëndrueshme. Marrësh një kredi nëse pastaj të paguar qiran dhe atë. Unë mendoj që në shumicën e rasteve këtu shkon analiza. Ka shumë persona të cilët bëjnë një blerje, pra investojnë në blerjen e një shtëpie edhe me kredi, sepse planifikojnë që atë ta japin me qira. Sot që flasim aktualisht, a ja vlen të marrësh të blesh me kredi një apartament për ta dhënë më pas me qira? Ja vlen kur gjen dealin e dur, pra kur gjen një pronë që bën sens ka ana financiare, se çmimet sot në Tiranë janë shumë të larta. Për shembull, një klienti i mbleu një apartament 1+1 tek 21 dhjetori, 135.000 euro, hodhi diku tek 7.000 euro investim të brendshëm për ta rregulluar dhe e jep sot me qira 600 ose 650 euro në muaj. To shifra bëjnë sens, por nëse ti blen një pronë 200.000 euro dhe e jep po kaq me qira 600 euro, nuk bën sens shifrat. Pra, kthimi i investimit nga qiraja duhet jetë minimumi 5%, se po që e 4% është pak. Minimum 5% në vit? Diku tek në vit. Pra, investon 100.000 euro, ti të marrësh 5.000 euro nga qiraja. Investon 200.000 euro, të marrësh 10.000 euro në vit. Pra, minimumi 5%. Nëse zbresi më poshtë, nuk bën sens. Në Perëndim, për shembull, ka kthim edhe 6 edhe 7% nga qiraja. Shqipëria është diku tek 4-5% në vit. Unë mendoj faktikisht... Duhem bërë llogarit të themi përpara. Jo çdo blerje të del me fitim në raste të tilla. Patjetër besoj që këto janë llogari që të paktën sot të rinjtë të reja din t'i bëjnë dhe po mendojnë edhe për investime të tilla. Zonat më të frekuentuara e më të preferuara për banim janë ato që në përgjithësi të kanë kthimin më të mirë. Unë mendoj që për shfrytëzim, besoj turistët... Unë mendoj për turizëm janë zonat bregdetare. Pra, ne kemi shumicën e apartamenteve, ndoshta edhe të thjeshta në shumë zona bregdetare të Shqipërisë që janë marrë dhe thjesht jepen ato me qira gjatë gjithë vitin. Bregdeti me ditore më shumë. Po, ka kthim më të mirë bregdeti. Me ditore ka kthimin më të mirë, këtu dua të dalë. Zonat bregdetare gjatë gjithë vitit kanë filluar të jepen tek ne zonat bregdetare gjatë gjithë vitit me qira? Shumë pak, shumë pak. Sepse në përgjithësi turistik që preferohet. Jo, nuk mund ta themi këtë gjë tani sepse në këto vitet e fundit dhe shtimi i turistëve ka bërë që qëndrimin mos jetë më 3 muaj, dhe me thënë, por të shtrihet gjatë gjithë vitis. Ti po të shkosh në Saran, dhe me thënë që ne e mbajmë si zonën që ka më shumë diell në Shqipëri, po të shofësh gjatë gjithë muajve të vitit ke turist, të cilët maturojnë atë qiran ditore, nëse është dimër do jetë më e pakët, por gjithsesi turist ka gjatë gjithë kohës në Shqipëri. Ajo që duhet të fokusohemi, ne mendoj unë në këtë koncept, është që ne duhet të fokusohemi te turistët që janë mesatarë. Sepse besoj që në Shqipëri nuk vinë turistët mesatar, vinë turistët që harxojnë pak para, që kanë buxhetet vogla për të harxuar. Nëse ne do përqendrohemi te turizmi mesatar e sipër, atëherë do të shikoni që e gjithë kjo investim kudo ku të bëhet, qoftë në jug, qoftë në gjithë zonën bregdetare, do jetë shumë i mirë për qytetarët. Si mund të përqendrohemi ne te turizmi mesatar? Pra si ta ndryshojmë ne
kategorinë e turistëve që frekuentojnë Çdo gjë vjen me kohën. Ju mund t'u jap një shembull. Greqia ka shpenzuar me miliona dollar të marrë nga Bashkimi Evropian për të rritur cilësinë e shërbimit në turizëm, që do të thotë për të rritur cilësinë e shërbimit të kamarierëve, të banakierëve, pra ata që nxirrnin, që ishin produkti i përditshëm, domethënë që kishin produkti i përditshëm. Njëjtën gjë duhet fillojmë bëjmë dhe ne. Pra që në momentin që kemi përballje me turist huaj, të tregojmë të sjellshëm dhe që t'u lëmë shihet mirë për të ardhur, sepse gjithë turizmi është algoritëm, domethënë nëse dikush një qytetar i mesëm do thotë që unë kam qenë në Shqipëri dhe isha në Shqipëri dhe atje ishte shumë mirë, atëherë edhe tjetri do të ndohet dhe do vi të vizitoj. Pastaj Tiranën ju e shihni që është gjithmonë konglomerat tani, ka konglomerat turistësh e tjera. Kjo gjë do vazhdoj të ndryshojë. Po, Armelinda, e kemi në lidhje ndërkohë. Për sa i përket pronave të jugut, si mendon ti, a ja vlen të blihet një pronë në jug me çmimet që kanë vajtur tani me idenë për ta dhënë ato me qerat dhe për ta pasur si një lloj investimi në biznes? Atëre, unë dëgjova gjithë intervistat e kolegëve të mi aty, po atë bëj një përkufizim të thjesht për gjithë prioritetin shqiptar në krahasim me vendet e Ballkanit dhe të Evropës. Neve akoma Rodina dhe akoma jemi shumë të varfër në tregun e shitblerjes së pronës, duke mos përjashtuar edhe rritjen 45% që ka evoluar këto 2-3 vite të pjesën e jugut, pjesën edhe miu të Sarandës, në vendet e rezidencave luxury që kemi projekte prestigjioze në rivierën tonë të detit të Jon. Por duke mos lënë pas dore dhe pjesën e detit Adriatik që është gjiri Lalzit, që momentalisht për mua rezidencat prestigjioze që janë bërë aty kanë thithur një klientel bim mesatarën. Nuk dua të fokusohem që ne kemi një klientel të huaj. Po pra, janë turistë të huaj, ata që frekuentojnë më së shumti këto lloj rezidenca, këto lloj turizmi luxury, apo janë shqiptarët vetë, zgjedhin? Janë shqiptarë që nuk janë rezidencial të Shqipërisë, por quhen shqiptarë që janë me origjinë shqiptare, ose nga Kosova, ose nga shqiptarët Maqedonisë. Nuk ka rëndësi nga gjithë bota. Ka dhe vetë portofol të huajsh që janë investitorët parte nga kompania ime që vinë dhe blinë këto rezidenca luxury në Bregdetin shqiptar, që nga gjiri Lalzit e deri në Bregdetin e Jonit. Unë mendoj personalisht vetë me një eksperiencë të gjatë që kam, që ne nuk jemi të lart në çmimet e shitblerjeve të tregut të pasurive të palutshme. Po flas gjithmonë për pjesën elitare të portofolit të blerësve që unë kam. Nuk po flas për një grup mesatarësh që kanë një lloj kredie, një kolateral që duhet vendosin, një pronë që duhet bëjnë. Pra, do me thënë, një duke thënë që në këtë moment që flasim, Shqipëri 2025, çmimet janë ende të ulta në krahasim me fqinjët, apo jo? Ndërkohë që Bregdeti edhe mundësirat që ofrojmë, ja, shikoj sfondin tënd. Sa bukurira shumë tepër se sa sfond kemi ne në Shqipëri. Kjo nuk diskutohet, apo jo? Është e vërtet kjo. Unë jam akomoduar Rodina këtu vazhdimisht, jo vetëm që është një nga rezidencat që unë është në pjesën e Bregdetit Elia të Mykonos, sepse janë të plasë kryesore. Nuk duhet të flasim për atë, se duhet të flasim për Bregdetin tonë në këtë moment, se kemi vëmendjen këtu të përqendruar. Po doja thjesht bëra krahasimin, pra, që për bukuri hajmë aty dhëm për dhëm se s'të falim, për sa i përket bukurisë edhe standardeve edhe panoramave, peizazheve. Ja, më lijoni të them, se për shumë unë duhet të krahasoj pse jemi akoma të varfër, që unë kam thënë dhe në shumë media të tjera, në disa intervista specifike, për që para pandemisë dhe mbas pandemisë dhe tani që po flasim në 2025-ën, që shumë veta janë apitur sepse nuk dua ta dëgjojnë rritjen e çmimit, dhe është një gjë e papërballueshme për neve shqiptar, po portofolin e klientëve elitar të huaj është një gjë shumë akoma e virgjë, akoma e varfër si treg. Për rezidencat luxury në Bregdetin tonë, jemi të admiruar shumë nga të huajt. Unë këtu personalisht kam ardhur për një portofol blerësi që ai ka investimet e veta në Mykonos dhe po blen në gjin e Lalzit 2 vila elitare. Sepse shikon atë incentiv si investor. Atje, qartë. Po, jo, edhe për t'i marrë firmën sepse nuk lëvizte dot për të firmosur në... Okej, të falenderoj Armelinda. Pra, ideja është që tani që flasim me çmimet që kanë mbritur, janë rritur, edhe pse nuk konsiderohen shumë të lartë. Do të jap direkt fjalën.
A munden tani shqiptarët të blejnë dot prona në jug edhe në plazhe në Bregdet, apo është pak më e vështirë tani dhe ndoshta do t'jenë të huaj që do të kenë më tepër mundësi blerje? Unë mendoj që me çmimet e rritura atje patjetër që ne do joshim të huajt, po kjo nuk do të thotë po themi që ka zero shqiptarë, sepse ka shqiptarë që mund ta përballojnë. Megjithatë doja të kthej për shembull një shembull më praktik. Besoj, unë kam në miqësinë time njerëz të cilët me të ardhura mbi mesatarën pak, po të punësuar të dy kanë blerë një pronë në Korçë, e cila është një vend turistik dhe ato e shfrytëzojnë dhe vetë, ndërkohë e japin gjithë vitin me qira ditore. Pra edhe ky është formë investime, ata jetojnë në Tiranë. Dhe kjo është një arsye sepse në Korçë janë rritur çmimet. Pra nëse në Korçë ne shkojmë sot, ti gjen 1 metër katror, po themi shembulli 850 edhe lart euro metri katror, ndërkohë para 3 vitesh ka qenë tek 500 euro metri katror. Pra qasja që mund të investosh për te i Tiranës, sepse është ndryshe të ti investon për banesë, për vetën tënde dhe llogarit një qira që nuk e paguan. Marrë vëmendje dhe është qendra të tjera. Dhe është ndryshe qasja tjetër që po themi këto pika të cilat cilësohen tashmë turistike dhe me turizëm 12 mujor me shfrytëzim të plot, ne kemi tendenca që nga Tirana, kryesisht për Tirana ka dhe të ardhurat më të mëdha, ta pranojmë këtë, punësimi është më i madh, kanë blerë prona dhe i shfrytëzojnë ato thjesht investim. Çmimet që ofron sot jugu me që aty janë edhe Bregdeti në përgjithësi, sepse në përgjithësi në Bregdet vlerat janë të larta. A ja vlen të blihet në formë investimi një shtëpi, një vilë, të cilën ti planifikon, t'ja marrësh parat mbrapsht duke dhënë me qira? Gjithmonë nëse punon vetë gjatë sezonit, pra me qira ditore, ose angazhon një kompani që mund ta menaxhojë pronën për ty. Pra nëse ti ble një pronë në Bregdet dhe e menaxhon aktivisht, kthimi është shumë i mirë. Problemi është kur ti e ble atë dhe fitimin e do vetëm nga rritja e çmimit në vend që ta punosh edhe me qira ditore. Jugu është bërë gati pa prekshëm për shqiptarët e Shqipërisë të prekshme janë Durrësi, Golem, Qerret, Shëngjin, Velipoj. Jugu i Shqipërisë ka vajtur në çmime mbi 2.000 euro metri katror, Dërmiu ka dhe shifrat pa dëgjuara 4-5.000 euro metri katror. Megjithatë për atë që ka mundësit, Bregdeti shqiptar është një propozim i mirë investimi, sepse po ta punosh pronën, janë zjerë. Dritan, si mendon? Ne duhet fillojmë të kuptojmë dhe të matemi me rajonin. Matemi me rajonin edhe në Bregdet, matemi me rajonin edhe në kryeqytet. Ne sot, po të flasim për Tiranë, ne kemi çmime mesatar në Tiranë, kemi 1.700, 1.750, maksimum 1.800 euro për metër katror. Ndërkohë që vendet e rajonit e kanë shumë vendet e rajonit ku ne duhet të shkojmë, domethënë Zagrebi e ka shumë lart, Beogradi e ka shumë lart. Aty ajo që ne jemi me Alinezi, me Podgoricën dhe jemi me Shkupin. Edhe Shkupi, po të shkosh tani në këto momente, ka një rritje të konsiderueshme të çmimit të banesave. Po të hyjmë pastaj jugu ka disnivele, pra Bregdeti i jugut, dhe me Bregdetin e Kroacisë, Malizzi, edhe me Bregdetin sloven, ja kanë disnivele shumëta. Ndërkohë, përpara se të vazhdosh, perspektiva është komplet e ndryshme, pra nuk është se do vazhdoj të jetë kështu, disniveli të çmimeve, sepse perspektiva është që ne do vazhdojnë të rriten çmimet, se ka që prasa kemi në detin, nuk e ka as Zagrebi, as Shkupi, as bëjt krahasohet. Duhet kuptoni diçka që ne kemi një avantazh të jashtëzakonshëm në këtë. Çdo investitor i huaj, qoftë individ, qoftë kompani, nuk vjen në Shqipëri për të investuar dhe për të ngelur aty. Vjen në Shqipëri për të investuar dhe për të fituar. Dhe mënyrat e fitimit janë nëpërmjet rritjes së vazhduese të çmimit ndër vite, dhe e dyta ajo që tha dhe kolegu që tha, domethënë ndërmjet punimit të apartamentit, punimit të vilës me qira ditore. Unë mendoj që çmimet në jugun e Shqipërisë do vazhdojnë të rriten, lindur ngushtë edhe nga rajoni. Besoj që për Tiranën ka një stabilizim, domethënë vihet re një stabilizim i çmimeve, por gjithsesi Tirana do jetë motori i gjithë Shqipërisë. Në momentin që do ketë një ngecje në Tiranë, do ketë një ngecje. Në Tiranë le themi që kemi mbritur në këtë lloj niveli? Të stabilizuar? Kemi mbritur në këtë nivel në zonat qendrore. Zonat periferike përsëri do vazhdojnë të ngrihen, sepse kërkesa është më e madhe. Çdo gjë është kërkesa më e madhe. Po është edhe përmirësimi i infrastrukturës, pra që shkon paralelisht. Po kuptojmë sot në Tiranë nuk mund të flasim më për një qendër. Mund të flasim për 6-7 qendra. Unaza e re i ka dhënë, Unaza e madhe e Tiranës i ka dhënë goxha zhvillim zonat periferike. Shumë shpejt ju do të shikoni që në gjithë të 6-7 zona zhvillimi do ketë një mini qendër. Pra do ketë zyra, që mund të jetë edhe një kull, një zyrë. Do ketë shërbimet, mund të jetë edhe këtu. Domethënë, edhe këtu ku jemi ne, mund të ketë një oazë shërbimi, pra do të jetë një mini qendër e dytë. Kështu që besoj që Tirana tani po zhvillohet në koncepte të ndryshme dhe në territore të ndryshme. Shumë shpejt Tirana nuk do jetë më kjo që është. Do jetë në vazhdimsi, sepse
po t'i flasim infrastrukturës, po ju them vetëm për trenin. Treni do lidhi Tiranën me Durrësin jo më shumë se 17 minuta. Por një student nuk do ketë më nevojë, nuk do ketë më nevojë që të rrinë në qendër Tiranës me një apartament për qira. Por do shkojë në periferi për të marrë një shtëpi, qoftë një shtëpi të vogël, në Durrës për të marrë një shtëpi me qira. Domethënë sot infrastruktura dhe rritja e shpejtësisë së lëvizjes do sjellë dhe zhvillime periferike. Kështu që unë mendoj që në koncept ne jemi para një mundësie për të blerë një pronë në qoftë se është e mundur për ta blerë. Pra çdo kush që ka para për të investuar dhe për të shfrytzuar momentin. Çdo kush që ka një portofol të caktuar paraje dhe do të investojë është momenti dhe është mënyra më e mirë. Besoj që në vitet e ardhme prapë do kemi një rritje. Kjo rritje nuk do jetë në formën, do jetë sa inflacioni që është në Shqipëri, por prapë do ketë rritje. Kështu që mundësitë, domethënë prona është ajo që edhe ti nëse flet gjumë, ajo fillon të rritë dhe t'jep vlerët e tuja. Një formë mesazhi që vjen ky. Artan, jemi në fund në fakt edhe mua më duhet ta mbyll, por nëse dikush kërkon të marrë një hap të tillë, por nuk ka informacion, nuk e ka atë kulturën financiare. Unë do doja vetëm për të investuar. Ku mund të drejtohet në një vend të sigurt? Unë do të thoja vetëm diçka. Në qoftë se unë nuk do ta bëja këtë punë sot, dhe do isha një qytetar si ju, do të thoja që të drejtohen agjensive të specializuara, të cilat kanë informacionin e dur dhe çfarë do ndodhë në 10 vitet e ardhshme në zonë. Kështu që të punuarit me një individ korrekt, Po pra, kjo është shumë e rëndësishme. Të punuarit me një individ korrekt dhe të punuarit në grup për të arritur atë që do ketë shumë benefite në të ardhmen. Artan, një këshill e fundit? Këshill e fundit sigurisht duhet drejtohesh tek ekspertët, se shumica shqiptarëve zgjedhin të bëjnë gjërat vetë dhe nuk marrin vendime të informuar. Ekspertët imobiliar janë të durit ku mund drejtohesh. Patjetër. Nga përvoja jote, po pra jo, po se ke nevoja. Faleminderit këtu. Besoj të ndihmojnë për të. Patjetër kjo dhe sigurisht e ritheksoj që patjetër investimet në imobiliare janë qëndrueshme dhe edhe nëse ti flen gjumë ato do investojmë megjithatë ta kthej tek ana sociale. Një mesazh të fundit. E rëndësishme është që të ketë po thime dhe politika mbështetëse për çiftet e reja, për sa i përket pajisjes tyre me banesave. Dhe këtë mos harrojmë se janë pjesë e popullsisë. Armelinda, fjalën e fundit po ta lëm ty prej andej larg, një fjali të fundit sepse më duhet të jap publicitet pas pak. Po. Jam shumë korrekte për të thënë për të investuar pranë një specialisti, pranë një eksperti që ka një përgjithshmëri dhe korreksi në rregullin e shitblerëve të pronave. Informacionin duhet marrë gjithmonë të bazat të shëndosha ku njihet rritja e vlerës të pronës, që ai transkripton për vlerën e shitjen e tij. Faleminderit që ishte me ne edhe në këtë lidhje nga larg. Ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Kjo është një bisedë gjithmonë shumë e gjerë dhe e gjatë, do t'i rikthehemi këtyre temave. Ju falenderoj që ishit me mua. Unë ndërkohë do të vendosem në këndin tjetër të studios sonë, sepse këtu na presin miqtan të Prince Cafe Turke. Ja të kemi sërish me miqtan. Prince Cafe Turke prej më shumë se 22 vitesh është sinonim i cilësisë dhe pasionit për kafen. Ky brand ka ndërtuar një histori suksesi jo vetëm në tregun vendas, por edhe në atë evropian dhe amerikan. Duke kombinuar teknologjinë moderne, Prince Cafe ofron një gamë të gjerë produktesh, nga kafeja turke e përditshme, për çdo shtëpi, kapsulat Nespresso dhe Dolce Gusto, deri tek përzierjet e sofistikuara si espresso, kafe instant me shije të ndryshme dhe filter kafe. Me kapacitet prodhimi mbi 20.000 ton në vit, Prince Cafe eksporton në më shumë se 40 shtete të botës dhe është i pranishëm edhe në supermarketet e Shqipërisë. Gjatë këtyre 22 viteve, Prince Cafe ka bashkëpunuar me figurat të njohura të artit dhe skenës për fushatat e saj të marketingut, duke filluar nga aktorja mirënjohur tashmë Endjera Eleze Qena, këngëtarja Leonora Jakupi, reperët Ledrivula dhe Tajna dhe së fundmi prezantuesi Arbana Osmani. Prince Cafe është më shumë se një kafe, është një kulturë, një stil jete dhe një histori që pihet çdo ditë. Faleminderit Prince Cafe për shijet e mira që na ofron çdo ditë. Ne kemi publicitet, themi pas pak. Jemi kthyer në studio. Në këtë pjesë të dytë do të jemi me mjeken toksikologe, adiktologe, Suela Xhufi. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni me ne sot.
se gjeta. Dhe do të flasim pikërisht për varësinë nga alkooli, e cila është një varësi që e shohim shpesh, vështirë të hiqet dorë prej saj, por sipas një studimi në fakt të fundit, e kemi lexuar në mediat e huaja, por që edhe në Shqipëri ka ardhur më pas i përkthyer, mjaftojnë 30 ditë për të parë ndryshime të rëndësishme në trupin ton, pra flasim për njerëz të cilët kanë krijuar një lloj varësie nga alkooli, ose edhe nëse nuk quhet varësi, mund të jetë në nivele më të ulta, po gjithsesi është problematike në momentin që konsumohet në sasi të tilla alkooli. Kështu që mjaftojnë 30 ditë pa alkool dhe ndryshimi në trup menjëherë fillon dhe ndjehet. Kështu që le të flasim pak për dëmet që ka alkooli në trupin ton, organizmin ton, dhe si ndryshon në momentin që fillojmë pastrohemi nga alkooli, nga sasitë e tepruara të alkoolit në trup, edhe më pas do të shohim edhe në materialet që kemi përgatitur në slajdet, informacionin se si ndryshon ditë pas dite, si përmirësohet ditë pas dite organizmi. Tani sot kemi ditën botërore të drogës. Sot është pikërisht, po. Dhe alkooli është një nga drogat legale, më të përdorura në botë, mbas kafes. është edhe kafeja? Po, normale, është. Për hir të varësisë, apo prej dëme? Dhe përdorimin global që ka, do me thë, kjo është ideja. Alkooli dhe nikotina janë mbajnë vendin e dytë në kuptimin e drogave legale që janë të përdorura. Që sot të flasim për efektet negative janë në dy kategori, efektet kronike dhe efektet akute. Pjesa më e madhe e shoqërisë shqiptare ose të rinjve përdorin më shumë atë alkoolin akut, të pirit në fundjavë, që është të pirit rëndshëm, të pirit për shumë të premteve binge heavy ose të pirit rënd të alkoolit, e cila sa më i ri që t'jesh, aq më shpejt mund ta marri personi veten ditën tjetër. Po në rastet e tjera, për shembull të përdorimit kronik, kemi prekje të shumë sistemeve. Siç mund të jetë sistemi neurologjik, sepse alkooli në vetvete ndikon shumë në neurotransmetues të ndryshëm në organizmin tonë. Në një farë mënyrë është një psikoaktiv depresan në fillim, i cili bën çrregullime të memorës të pacientët, mund të japi demenca në fazën akut, në fazën kronike të tij, ndikon në sistemin kardiak, duke dëmtuar zemrën. Patjetër që jep një në gjendje të humorit? Patjetër, në anën, do ta them te ana psikiatrike. Ndikon në sistemin hepatik, duke bërë dëmtim të saj, duke dhënë cirozën, duke dhënë thiamosin e mëlçisë, në sistemin gastrointestinal jep efekte negative, duke bën gastrite, ul imunitetin të personat, patjetër ndikon edhe në sistemin psikiatrik, duke dhënë çrregullime të humorit, duke dhënë ankth, duke dhënë depresion, duke dhënë ndryshime të sistemit kognitiv, ndryshime të realitetit të pacientëve, ul inteligjencën, nëse përdoret në fazë kronike tek pacientët. Pra, ka shumë efekte negative në qoftë se përdoret për një kohë kronike dhe për një kohë të gjatë. Por edhe përdorimi akut është shumë i rëndësishëm si pihet, sepse sot fatkeqësisht, nëse do marrim me databazet që unë kam të paktën pacientët e mi, teka e parë mund të pihet që në moshën 10 vjeç, ose cigaria e parë. Ndërkohë që pra kemi një ulje të moshës së përdorimit të alkoolit. Kjo vjen ndoshta nga shumë faktorë social, nga mënyra se si shoqëria jon ka ndryshuar. Dhe sa më shpejt që të pihet alkooli, patjetër që kjo do ta çojë jo vetëm në përdorimin më të shumë të saj, por edhe në futjen në lojë të drogave të tjera, siç mund të jetë marijuana, siç mund të jetë kokaina, siç mund të jetë ekstazia e tjera, sepse zakonisht këto nuk pihen vetëm, pihen të shoqëruara. E më shoj këtë të pirit akutun, sepse pjesa më e madhe e rinisë tonë pi të premte të shtunë. Dhe pinjë një sasi shumë madhe deri në ato sasi sa mund të vinë në gjendje kome. Po shoqërohen me njëri tjetrin, dalin për të kaluar fundjavën, për të kaluar për të argëtuar. Për ta bërë më të kuptueshme. Trupi jon ka një mënyrë të pastrimit të alkoolit. Ne nuk mund të pastrojmë më shumë se sa 14 gram etanol në një orë, që i bie një gotë verë, 150 ml, një gotë birë 365 ose 5%, ose një alkohol 40%. Pra që ta pastrojmë ne një gotë verë, trupi jon një orë. Dhe në qoftë se ti pi 3-4 gota për një orë, atë mendohet që kjo sasi alkooli nuk mund të pastrohet, nuk mund të menaxhohet nga organizmi dhe ç'a bën? Ajo vjetë direkte në gjak, duke kapur trurin dhe çon deri në gjendje të tipit të lipotimis, të humbjes të kontrollit, pacienti nuk është më në gjendje që të marrë vendimet e dura, bën aksidente, humbet orientimin, deri në koma, ose në gjendje të tjera të ndryshimit të alertit të ndërgjegjes.
Kemi dëgjuar së fundmin që flitet shumë për totalisht shkëputje nga alkooli, sepse gjithnjë më tepër po kuptohet se sa i rrezikshëm është edhe se sa dëm sjell në organizëm. Ama janë ata që e duan verën, që kanë pasion, e njohin mirë gjithë atë procesin e verës. Ka shumë njerëz të pasionuar pas kësaj pije dhe thonë që për çfarë do lloj pije mund bëhet fjalë vetëm për verën e kuqe. Jo. Çfarë ndryshimi bën vera kuqe? A është e vërtetë kjo? Atëherë, faktikisht vera kuqe e mirë, flasim për verë cilësore. E kuptoj që do të pra, ka ndonjë pije mes këtyre pijeve që bën përjashtim? Atëherë, normalisht alkooli jep atë socializimin, të të ndjesh mirë, të rrit humorin, kur e pi me miq. Dhe unë nuk them, detyrimisht është diçka që ne kemi pjesë jetës sonë. Është resveratroli që presupozohet e vera kuqe të ndodhet. Por unë fatkeqësisht do të them diçka tani, resveratroli që të japi atë sasi 1 gram resveratrol, që të japi atë efektin pozitiv që mendojnë ta, i bie të pish 10 litra verë. Domethënë nuk është se ka ndonjë efekt aq pozitiv në shëndet, sa që mendohet për verën e kuqe. Bile studimet të fundit, si ato kanadeze, amerikane dhe angleze, kanë arritur që nuk ka as edhe një lloj sasi alkoolit të shëndetshëm. Fatkesisht, këto janë studimet që flas, me të që bazohem. Nëse para 5 vitesh ne kishim 4 gota verë deri në 5 gota verë për gratë në javë dhe deri në 7 gota verë për burrat në javë gjithmonë, ishte një, si ta them, një sasi e shëndetshme që nuk çonte në sëmundje. Sot është parë që është rritur kanceri i traktit gastrointestinal, i ezofagut, i gojës tek pacientë që e përdorin, dhe i gjirit të gratë, domos tek kanceri i gjirit të gratë është rritur nëse përdoret dhe 4 gota alkool në javë. Këto janë studimet që unë referon, kanë dalë para 2 vitesh. Ka qenë agjencia kanadeze e kërkimit të kancerit që ka bërë këtë lloj vlerësimi. Megjithatë, alkooli është... Jemi duke sjell, mund të fillojmë edhe nga e para, për ta shoqëruar edhe përgjigjen e të ftuarës sonë mjekes toksikologe. Nëse fillojmë të heqim dorë nga alkooli, si fillon edhe ndryshon organizmin, si përmirësohet organizmi ynë. Pra që nga dita e parë, çfarë ndodh në ditën e parë, ne do të vazhdojmë duke lënë kohën e mjaftueshme edhe televizionistëve ti lexojnë deri në fund këto slajde për të kuptuar se çfarë ndodh. Atëherë, ideja është këtu. Fillon me një herë të ndjehet ndryshimi tek organizmi i njeriu kur ndërpret alkoolin? Nëse do flasim për një pacient që është i varur, 5 deri në 6 ditë e para janë shumë vështira. Sepse një pacient që është i varur është gjithë energjia e tij është e lidhur me alkoolin. Dhe detyrimisht, kur ne ndërpresim alkoolin, ndërpresim energjinë që ai merr. Ka pacient nuk ushqen mirë. Ka pacient që gjithë energjinë e tyre e marrin nga alkooli. Dhe 5 deri në 6 ditë e para janë raste gati mund të binde arrest kardiak. Pacientët kanë tremor, kanë djersh të ftohta, kanë ankth, kanë pagjumësi, kanë dhimbje, kanë çrregullime të gjumit, kanë çrregullime të humorit, kanë agjitime, domethënë kanë dritje të duarve në nivele sipas sasisë që ata pinë, sipas varësisë që ata janë. Kjo bëhet fjala për varësi të mirë. Për varësi të mirë fillta. 5 deri në 6 ditë është e vështirë. Mbas 5 deri në 6 ditëve ne fillojmë dhe kemi atë ndryshon pamja te pacientët, lëkura, edhe rregullimin e hidrimit, se alkooli ka një aftësi që bën hidrim. Normalisht po flas për ata pacientë që janë të hospitalizuar dhe që marrin terapi. Detyrimisht, mbas 5 deri në 6 ditë ne shohim një ndryshim në lëkurë, rregullohet humori, merr çere tjetër, nuk është më hiperemike, nuk është më e dehidruar, pacienti ka atë ngjyrën e bukur roz, është më alert ndaj, domethënë është edhe humori është rregullohet humori, stabilizohet gjumi, rregullohet jashitja, nuk është më në ato nivele të shregulla se mund të kenë konstipacion. Rregullohet djegja në traktin gastrointestinal, sepse pjesa më e madhe të pacientëve kanë gastrit, kanë djegje, mund të mbyten gjatë natës nga refluksi ezofagal që kanë. Më vonë pastaj fillon dhe stabilizohet edhe fuqia. Dhe shumë e rëndësishme, por kjo varet edhe nga protokollet, domethënë që përdorin. Ka shumë molekula, siç mund të jetë nadi për shembull, që unë e përdor, është shumë e mirë, që mund të përdoret dhe ul kohën e riabilitimit të këtyre pacientëve, jo vetëm të alkoolit, por edhe të drogave të tjera, sepse kur ne lëm një drogë, siç është alkooli, ne lëm energjinë, lëm ndjesinë, lëm kushtëzimin që i ka shkaktuar droga trurit ton dhe gjithë qenies. Dhe kur përdorin këto lloj molekulash që detyrimisht janë
molekula që rrisin energjinë, ne e ndihmojmë pacientin bashkë me protokollet e tjera, me grupet e vitaminave B, sepse këta kanë deficiencë domos të vitaminës B1, e ndihmojmë që ai të marrë fuqinë e dhënë nga alkooli, të rehabilitohet në imunitet dhe ta suportojë sistemi fiziologjikisht më mirë se sa nëse ai bën një stop të alkoolit. Nëse ne lëm për të motivuar, le të themi, është më mirë që ndoshta janë në një situatë të tillë. Mjaftojnë 30 ditë për të parë ndryshime të dukshme? Qjavën e parë ne kemi ndryshimin e dukshëm. Qjavën e parë ne kemi ndryshimin e dukshëm. Pak vullnet ndoshta duhet edhe për të filluar për të parë ndryshimet, sepse trupi reagon më njëherë. Trupi reagon, për të reaguar. Patjetër, por unë si mjek do sugjeroja që një pacient që është i varur duhet minimalisht rri 6 muaj në terapi deri në 1 vit. Po flasim gjithmonë për personat e varur, për të patur rikthim, mos të ketë remision. Domethënë se kjo është idea. Sidomos në muajin e 5, ne kemi truri sikur e rikërkon atë emocion që i ka dhënë alkooli ose droga në muajin e 5. Është edhe duket sikur e ka pirë dje. Muaji 5 është të paktën në rastet që unë shoh e kanë të vështirë mund të rikthehen. Ka shumë të alkoolizuar në Shqipëri? Ka statistika të tilla? Nuk mund të them, por mund të them këtë që kemi ulje të moshës së përdorimit, kemi barazim të dy sekseve dhe pacientët nuk vinë në stadet kur ata mund të rehabilitohen kollaj, vinë në stadet kur ata rehabilitohen me shumë vështirësi. Pra kur ne kemi vështirësi për të rehabilituar një pacient që ai mund të ketë mbi 10 vjet që është përdorues alkooli dhe me një sasi mbi 500 ml në ditë. Pra është një përdorim goxha masiv dhe ai mund të ketë filluar cirozën, mund të ketë filluar dhjamosin e mëlçisë, mund të ketë filluar gastriti, mund të ketë probleme të demencës, mund të ketë filluar probleme të memorjes. Pra komplikacionet e tjera të sistemit nervor, të cilat duan kohë, prandaj thash 6 muaj deri në 1 vit që të bëhet pastrimi i gjithë neurotransmetuesve, sepse fatkeqësisht alkooli ka aftësinë që të ndikojë në sistemin neurotransmetuesve në tru. Bukur. Dhe cili do të ishte një mesazh i juaj edhe pse e gjithë kjo bisedë shumë ndërgjegjësuese, duhet thënë se ishte një informacion shumë i saktë dhe shumë shpjegues, besoj unë për gjithë ne që e dëgjuam. Me që jemi edhe një herë në ditën botërore kundër abuzimit dhe trafikimit të drogave, që nga 26 qershori, një mesazh i keni sot për. Unë do të thosha pak të prindërve që të kenë shumë kujdes në mënyrën se të menaxhojnë informacionin që çojnë tek fëmijët dhe aftësinë që ata kanë për ta kuptuar fillimin e drogës ose të alkoolit. Nëse pi një gotë alkool për të qenë mirë me miqt, nuk ka absolutisht asgjë të keqe, por nuk duhet ta abuzojmë. Të jemi shumë të kujdesshëm në mënyrën dhe në kohën që i japim përdorimit të alkoolit, sepse nga një përdorues eksperimental ose social ose habitual të mund të kalosh shumë shpejt në një person të varur. Pra, kryesorja është që familja duhet jetë shumë e vëmendshme me fëmijët në mënyrën se si ata menaxhojnë kohën dhe kontrollin ndaj përdorimit të substancave, sepse është fatkeqësisht kemi një ulje të moshës së përdorimit dhe kjo është goxha problematike. Ju falenderoj shumë dhe do t'ju pres me shumë kënaqësi sërish për të folur për tema të tilla, sepse mendoj se është shumë e rëndësishme dhe duhet t'i krijojmë më shumë hapësirë dhe më shumë vëmendje. Faleminderit që ishit këtu edhe punë të mbar. Kemi publicitet, themi shpejt. Jemi kthyer, do të kemi në këtë pjesë të tretë të ftuar një këngëtare të re, e cila duket se po ecën me hapa së sigurt drejt rrugës që ka zgjedhur muzikës dhe madje vetëm para pak ditësh ajo ka publikuar edhe për të gjithë ndjekësit e saj, adhuruesit e saj, EP-n e saj të parë, pikërisht me 5 këngë aty të përfshira, të titulluar Full Moonlight, dhe ndërkohë njëra prej këngëve, të cilën ne do të kemi kënaqësi ta ndjekim sot në studio, quhet Gravity. Kështu që me shumë kënaqësi ju urojmë përgëzime, suksese, pa diskutim për EP-n e saj të ri dhe le të ndjekim Gravity nga Luna Tausholli. Vetëm në pasqyr, shoh ty dhe të një më mirë, i mendoj gjithë ëndrat tua, edhe pse ata ti harun, ndoshta edhe ti ndihesh vetëm, fjalët s'kan pesh kur s'jan vepër, dua sonte të mi tregosh, gjitha gjërat që s'mi thua dot, just me thua dot se din ndoshta ti ndihesh vetëm ndoshta e gjej tek ti unë të
realiteti I ri dhe mendoj me veten çfarë ndjen zemra, çfarë tha jeta, janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Janë shumë ndryshe nga njëra tjetra. Shumë e bukur, ti interpretim fantastik. Bravo dhe mirë se erdhe, mirë se erdhe. Eja, urime për IP-n tënde, të sapo publikuar, sa më pëlqeu Gravity, fantastike. Faleminderit shumë, Graviteti është një super këngë. Vërtet shumë e bukur dhe të përgëzoj pa fund. Faleminderit shumë. Besoj të tilla janë edhe këngët e tjera. 5 ke zgjedhur në këtë IP tënde, të përgëzoj. Faleminderit. Si ndihesh tani që ke realizuar këtë IP edhe tashmë mund të prezantohesh gjithandej, le të themi një shkallë tashmë më lart. Të thash unë duke ngjitur me siguri dhe me shpërbesim shkallën drejt muzikës së suksesit. Ndihem shumë e lumtur, jam shumë krenare për këtë punë. Realisht. Po? 4 këngët në anglisht janë të kompozuara dhe me tekst nga unë. Me orkestrimin është marrur Kledi Bahiti. I ke kompozuar ti të gjitha? 4 këngët në anglisht. Kjo këngë në shqip që dëgjuam tani, e ka kompozuar Jeri Skaso dhe ka shkruar tekstin Dilan Reka. Edhe Dilani, mirë, përkëtime të gjithë. Ndërkohë 4 këngët e tjera i ke kompozuar ti. Po. Bravo, edhe shkruar edhe tekstet. Edhe tekstet. Të lumt. Dhe si ndihesh tani që ka përfunduar e gjitha kjo? Ndihem shumë e lumtur. Realisht nuk ka fjalë që ta përshkruajnë këtë lumturi. Realisht. Ke vendosur të sjellësh 2 prej këngëve të IP-s tënde me videoklip deri tani? Ke në plan ti shoqërosh edhe të tjerat? Po, janë dhe 3 të tjerat. Dhe janë kuruar shumë bukur. E bukura është që unë dua të ruaj të thjeshtësinë time, dua të ruaj gjën e veçantë. Dhe më e bukura, të gjitha rrobat që janë marrë për videoklipet janë marrë nga garderoba ime. Dhe me lokacione ku të gjenim. Kemi hecur, për shembull, kënga My Creation, kënga fundit tek albumi. Ecëm, po shkonim për Elbasan. Le të sillim ndërkohë planet e 2 videoklipeve që janë shoqëruar, pra këngët e IP-s janë shoqëruar me videoklipe, është Brown Eyes edhe My Creation apo jo? Po. My Creationin po shkonim për Elbasan edhe neve gjejmë këtë vendin këtu si liqen, edhe themi këtu do të xhirojmë. Dhe shkojmë, marrim gjërat edhe shkojmë direkt aty për të xhiruar. Pastaj, tek Brown Eyes-i... Ta jep Shqipëria këtë mundësi, Eksakt. Kudo që të ndalon... Unë këtë qëllim kam, me videoklipet e mia, përveç se dua të tregoj thjeshtësinë time, dua shumë të tregoj edhe vendet e bukura që ka Shqipëria, se realisht jemi një vend i jashtëzakonshëm. Këtu, po shkonim rrugës për Elbasan, në fakt. Ke Elbasanit, po. Po. Sa bukur. E vërtet. Fantastike. Këtu pastaj, këtu jemi në Divjak. Edhe këtë kështu e gjetër rastësisht? Rastësisht. Çdo shesh xhirimi është gjetur rastësisht. Unë po të them edhe disa të tjera të vogla nga klipet që do të vinë. Për shembull Graviteti. Fantastike. Graviteti është tek plazhi i Divjakës. Çfarë drite aty, çfarë ngjyre, si mrekulli. Graviteti tek plazhi i Divjakës. Plazhi i Divjakës. Pastaj, Don't Forget About Me, që është e dyta, është xhiruar në disa pjesë të bukura të liçenit artificial. Vende që s'par kalojnë shumë njerëz, po është shumë unike.
Duhet t'i shohim në YouTube janë të gjitha këto këngët e tua që Patjetër, këngët janë atje, videoklipet do postohet një herë në javë, çdo të shtunë. Çdo të shtunë, videoklipet e tua të reja në Luna Çausholli, në YouTube. Në YouTube kanali yt, ku të gjithë aty mund t'i ndjekin. Të mori shumë kohë realizimi i gjithë kësaj? Në fakt, jo, e kam bërë me shumë dëshirë, me shumë qef. Edhe formulajti pastaj u bë në hënë të plot, u xhirua në hënë të plot. Edhe ajo, sigurisht çka edhe titullin kënga dhe prej së cilës ka marrë edhe titullin edhe veti Pia. Patjetër. E dashur Luna, koha fluturoi këtu në programin ton, por unë në një program të ardhshëm që jam e sigurt do të jetë shumë shpejt edhe ti ku të kesh përfunduar edhe gjithë videoklipet e këngëve, do të syhem me shumë kënaqësi edhe një herë për të folur pak më gjatë dhe për të bërë një prezantim të 5 këngëve të tua, sepse jam e sigurt që janë të gjitha shumë të bukura. Dhe si gjithmonë me kitarën tënde të pandar që të shoqëron gjithandej për të pasur edhe një improvizim më shumë në studion tonë. Të uroj shumë suksese, një verë të bukur, ke për planet për këtë verë. Po, gjitha, po, edhe punë pa fund. Edhe koncerte, edhe pushime. Patjetër. Shijoje verën, shijoje dashur, të uroj shumë suksese. Dhe të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Falenderoj sigurisht edhe miqtan teleshikuesi që na ndoqën, së bashku do takojmë sërish nesër. Natën e mirë, kalofshi bukur.